Amerika e kremtoi festën e saj të pavarësisë me një spektakël madhështor fishek zjarresh në National Mall të Washington DC-s. Zona e gjerë e hapur në perëndim të Kapitolit u mbush nga mira vetë të cilët nuk u zbrapsën nga shiu i lehtë, por preferuan të lageshin vetëm që të mos humnin fishek zjarret e festës. Gjallërinë e turmës nuk e zbehen as kërcënimet e mundshme të sigurisë të cilat njerëzit i sfiduan me ngjyrat e flamurit, të kuqe, blu dhe të bardhë. Eventi i përvitshëm i presidentit për trupat amerikane në këtë datë të rëndësishme për vendin nuk u organizua këtë herë në shtëpinë e Bardhë për shkak të shqetësimeve nga moti i keq. Në vend të kësaj, Barack Obama mori pjesë vetëm në një event të vogël brenda ndërtesës, ku ishin thirrur të performonin Kendrick Lamar dhe Janelle Monáe. Kreu i shtetit i kërkoi njerëzve të mbledhur të këndonin bashkë me të këngën e ditëlindjes së vajzës së tij të madhe, Malia. Happy birthday to you. Për nder të festës amerikane dhe statuja e famshme e Krishtit shpëtimtar në Rio de Janeiro të Brazilit u vesh në ngjyrat e flamurit të Shtetet e Bashkuara, çka entuziazmoi turistët e huaj. Katërkoriku është ditë feste kombëtare në Amerikën që shënon në këtë datë shpalljen e pavarësisë nga Britania në vitin 1776.